Në një pjesëmarrje masive, sofra kërçovare që u organizua për të 9 vite me radhë, grumbulloi një numër të madh pjesëmarrësh, mes tyre i pranishëm ishte kryetari i komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, ambasadori nga vendi ynë në Bern, Rifat Hajdari, si dhe përfaqësues të shoqatave tjera nga Zvicra, Amerika dhe Gjermania. Edhe këtë ngjarje enkas nga Kërçova për ta përcjellur udhtoi ekipi i televizionit Kurrë. Bashkë me indonimin e himnit kombëtar, interpretuar nga artistët kërçovar Lauresha Ramadani e Naser Ballashi, do të fillonte edhe prezantimi nga moderatorët Nora Mehmeti dhe gazetari nga televizioni Gurar Menta Bazi, të cilët me shumë elekuencë do të moderonin të gjithë manifestimin e organizuar me shumë sukses nga shoqata kulturore Kërçova në Zvicër. E ku pas vallit së uskanës ekzekutuar nga grupi tyre artistik, në skenë do të ngjitej kryetari i kësaj shoqate Gafur Sherbeti, i cili duke përshëndetur të pranishmit, mes tjerash do të theksonte. Vlerat e larta njerëzore, besimi në punën që kryet, vullneti për një të ardhme për plot suksese, shkëlqimi i syve nga dëshira për të arritur suksese dhe bashkim të të rive tanë, janë virtytet kryesore të kësaj shoqate dhe prandaj jemi sot të dashur të pranishëm në manifestimin ton të 9 me radhë. Nisur nga thënia e Aristotelit, vullneti për një punë të mirë dhe një për të ardhme sa më të begashme dhe për plot suksese është një dritë hyjnore e cila ndryshon jo vetëm sipërfaqen e sendeve, por edhe ndryshon brendin e tyre. Ajo është forca që qeveris botën dhe ne e patëm të këtë parim prej themelimit të shoqatës sonë të dashur të pranishëm. Misioni i shoqatës sonë është kultivimi i vlerave kërçovare, përcjellja e traditave kërçovare brez pas brezi, mbajtja gjallë e këngës kërçovare, vallave kërçovare, tingëllimi i gjuhës shqipe për një më tepër dialektin tonë ku gjo që jetojnë shqiptarët dhe kërçovarët, vazhdimi i dokeve dhe zakoneve kërçovare, si dhe mbajtja afër e të rive kërçovarë dhe bashkëpunimi i tyre për realizimin e qëllimeve kombëtare për të mbajtur frymën tonë tradicionale. Realizimi i misionit tonë e mbështesim në punën e palloshme të stafit realizues, si dhe bashkëpunëtorëve tanë me qëllim të arritjeve sukseseve të ndryshme, përbashkëta dhe me këta hapa ne jemi të vendosur do të vazhdojmë në të ardhmen për atë qëllim që ne të arrijmë atë që kemi pas dikur si ëndër dhe vetëm si synim. Më lejoni njëkohësisht të dashur të pranishëm që bëj thirrje dhe shfrytëzoj rastin që juve të pranishëm të kërçovarë në Zvicër, po është në diasporë, të bëjmë atë që duhet të bëjmë si bashkëdhetar, jemi të vendosur të përbashkuar si kur njëherë, të bëjmë që në 4 vitet e ardhshme që uskana jonë të frymojë Shqip me kryetar shqiptar. Organizatorët dhe të pranishmit me fjalë miradije do t'i përshëndeste edhe ambasadori i vendit tonë që vepron në Zvicër, Rifat Hajdari, ku më pas mbrëmja do të vazhdonte të pasurohej në tingujt e çiftelisë kënduar nga Saranda Mehmeti. Manifestimi, të cilin nuk do t'i mungonin fjalët edhe nga zonja Shukri Ramadani në cilësinë e drejtoreshës së qendrës për kulturë që vepron në Cirik të Zvicrës. Me admirim, u mirëprit fjalimi i Amit Baftirit, kryetarit të shoqatës Uskana ardhur nga Amerika e Largët enkas për këtë eveniment, i cili solli mesazhe të cilat u orientuan në nevojën që ka për të bashkuar Mërgata sërish rreth një kandidati të vetëm për të përsëritur fitoren e komunës së Kërçovës edhe në vitin 2017. Në vokalin mbresilënes të këngëtares me famë mbar kombëtare, siç është Lauresha Ramadani, do të vazhdonte programi festiv për të mirëpritur më pas me duartrokitje të vazhdueshme fjalimin e kryetarit të komunës së Kërçovës, Fatmir Deharit, i cili mes tjerash do të potenconte. Është nder për mua, është respekt dhe është kënaqësi që të jem bashkë me ju sot në këtë manifestim tradicional që meritor janë shumë breza këtu në migracion, por në veçanti themeluesit, ideatorët, organizuesit, antarët e të gjithë 9 viteve sa ka kaluar shoqata, kryetarët dhe tani kryesia e re e cila dëshmon për vlerat reja dhe për shpresë të re, duke drejtuar kuadrë cilësor të sprovuar në shumë fusha, por natyrisht duke u dëshmuar dhe në këtë, dhe që i prind
doktor Gafur Sherbeti, falenderit për nderin dhe respektin që më bënë. Por edhe 6 muaj si kur 3 vite gjys, ju them me thellësinë e sinqeritetit më të madh se do të punoj me të njëjtin përkushtim. Nga që jo që shoh veten time në garën tjetër komunale, po që kam obligim ndaj jush që 24 orë të jem me përgjegjësinë e njëjtë në atë detyrë. Dhe që kam obligim ndaj jush, ashtu si që mësuat, si që mundësuat, që ne të mbeshim Kërçovën me flamurin më të bukur në botë, Kuqezi, ashtu si që ju mundësuat të udhëheqim Kërçovën me gjuhën më të bukur në botë, gjuhën shqipe. Ju mundësuat që në zyrat e asaj komune, nga unë udhëheq me bashkëpunëtorët e mi, do ta kujtoni ish Federatën Jugoslave dhe shtetin pastajt Maqedonisë, ku gjithmonë në përzyrat e udhëheqësve takonim figurën e Josip Broz Titos, një periudhë caktuar. Gjenim një figurë tjetër, më vonë Tokiro Gligorov apo dikush edhe të një personaliteti tjetër. Sot ju na mundësua që në zyren e komunës Kërçovës të kemi bustin Adem Jashari, bustin e Gjers Katrioti Skënderbeu. Dhe mbi gjithë këto, në balë të zyrës komunës Kërçovës që ndrojnë krenare 3 shkronjat e arta UÇK. Dhe këtu ne të gjithë e gjejmë forcën, e gjejmë krenarin dhe e gjejmë shtigjet për të kaluar situatat e rënda që na dalin përpara. Kjo është meritë juaj, kjo është puna juaj, këto janë gjurmët tuaja që sot ne na krijojnë mundësi që të shkojmë një hap përpara. Këngët e kënduara nga Uran Dervishi, Ariana Sadiku, Naser Ballazhi do t'i paraprinin ardhjes në skenë të artistit ton të mirënjohur të humorit Naimi Jusufi Gjasela, i cili do të sillte gase hare të pranishmit për të vazhduar më pas festa me valle për fund në interpretimin e këngëve të kënduara nga i mirënjohuri Nikol Nikprelaj.